Venko Filipçe kërcënon nëse hiqet qeveria teknike, LSDM tërhiqet nga puna për kodin zgjedhor. Dyshohet se keq përdori fondet UEFA-s, arrestohet ish kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ringjallet shpresa për ndërtimin e autostradës Shkup-Blac, 11 kompani janë në garë për të shtruar 10 kilometra rrugë. Hapet panajiri i librit në Shkup, mbi 60 botues sjellin produktet e tyre. Shtëpia botuese Logos A do të marrë pjesë me një gamë të gjerë titujsh. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. LSDM do të tërhiqet nga grupi i punës për kodin zgjedhor nëse pushteti nuk tërhiqet nga shfuqizimi i qeverisë teknike. Këtë paralajmërim e ka bërë kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, i cili rikujtoi se ky ligj ishte sjellur për zgjedhjet në vitin 2016, por me kërkesë duhet të mbetet. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe kërkon pushtetit që të tërhiqet nga shfuqizimi i qeverisë teknike, në të kundërtën kërcënon se LSDM do të tërhiqet nga puna për kodin zgjedhor. Këto manovra sipas Filipçes janë të palejueshme dhe nuk do t'i pranojnë, ndërsa rikujtoi se ky ligj ishte sjellur për zgjedhjet në vitin 2016, por me kërkesë të Kristian Mickoski thosë se ligji është kthyer edhe në vitin 2018 dhe kështu ka vlerëtur edhe për zgjedhjet parlamentare të vitit 2020. Kështu që, edhe një herë përsëris, pushteti duhet të tërheqë këtë ligj. Qeveria përgjinës e cila është e garanca e vetme në këtë formë, në të cilën aktualisht i ligji është në fuqi për zhvillimin e zgjedhjeve fair dhe demokratike, duhet të mbetet. Në të kundërtën, tërhiqemi nga puna e kodit zgjedhor, nga grupi që udhëheq Ministria e Drejtësisë. Në Komisionin për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, në të cilin ishte pikë e parë e rendit të ditës ligji për qeveri, u krijua situatë e tensionuar ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Opozita u ankua se nuk kishte ulse të mjaftueshme, ndërsa kryetari i komisionit thoshte se sallat tjera ishin të zëna me komisione të tjera. Ndërsa gjithashtu opozita maqedonase kërkoi që kjo pikë të hiqej nga rendi i ditës dhe seanca u ndërpre. Ndërkohë, Komisioni Juridiko Ligjvënës, në të cilën gjithashtu në rendite ishte edhe ligji për qeveri, u anulua dhe për vazhdimin e së njëjtës, kryetari i komisionit Aleksandar Viljanovski tha se do të ketë njoftim me kohë. Ndërkohë edhe Fronti Evropian është deklaruar kundër heqjes së qeverisë teknike. Deputeti Arpana Pasholli tha se qeveria teknike është arritur me marrëveshje politike dhe ndërmjetësim të ndërkombëtarëve dhe se e njëjta mund të zhbëhet vetëm në mënyrën e njëjtë. Deri më tani Maqedonia e Veriut ka pasur 3 qeveri teknike. E para në vitin 2016 drejtua nga Emil Dimitriev i VMRO-s, e dyta në vitin 2020 e udhëhequr nga Oliver Spasovski i LSDM-s dhe e treta në vitin 2024 udhëhequr nga Talat Xhaferi i BT-s. Qeveria teknike formohet 100 ditë para zgjedhjeve. Kryeministri duhet të japë dorëheqje dhe qeveria të propozojë një kryeministër tjetër. 2 ministra tjerë dhe 13 vendosministra duhet të propozohen nga opozita. Këtu përfshihet ministri i punëve të brendshme dhe ministri i politikës sociale dhe 13 vendosministra shtesë duhet të jenë në Ministrinë e Financave, Bujqësisë dhe Administratës Publike. Lideri opozitar Venko Filipçe ka kërkuar që përveç deputetëve dhe ministra duhet të mbajnë vetëm një nënshtetësi. Nuk mund që ministrat në qeveri të kenë atë dhe rezervë, ka deklaruar Filipçe. Në anën tjetër ka reaguar edhe VMRO-ja, e cila thekson se nga aeroplani mund të shihet sinkronizimi i temës së shtetësisë ndërmjet strukturave nga Bullgaria dhe LSDM-s. Nuk mund që ministrat në qeveri të kenë atë dhe rezervë. Kështu shpreh kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke shtuar se ndryshimet ligjore të propozuara nga grupi parlamentar i LSDM-s dhe koalicioni do të përcaktojnë qartë se bartësit e funksioneve në qeveri duhet të kenë vetëm një shtetësi, me qëllim, siç thot, forcimin e përgjegjësisë dhe transparencës në pushtetin ekzekutiv. Ne themi se në përputhje me ligjin aktual, po propozojmë ndryshim në ligjin për qeverin, i cili nuk ka të bëjë fare me ligjin për qeverin e përgjinës, në të cilin mbartësit e funksioneve në qeveri duhet të kenë një shtetësi, dhe ky është e propozim ligji ynë, dhe ne po ofrojmë gjithashtu ndryshime në propozim që VMRO-TPM paraqiti dje, në të cilin nuk është deklaruar qartë në propozimin e tyre, nëse ajo që kërkojnë do të vlej edhe për këtë përbërje aktuale parlamentare.
Nga aeroplani mund të shihet sinkronizimi i temës së shtetësisë midis strukturave nga Bullgaria dhe LSDM-s, kështu reagojnë nga VMRO-DPMN. Deputeti Mile Levkov thotë se ky koordinim është rezultati i bizneseve të shumta përmes llogarive bullgare të njerëzve në kryet e LSDM-s dhe fakti që dikush siç shpreh ai, padyshim i kanë në vëzhgim dhe se ata duhet të japin rezultate tani. Ние остануваме отворени за диалог. Kur Bullgaria ka nevojë për Maqedoninë në publikun e saj, LSD ja afron ka shërbim Bullgarisë po atë mëngjesën në shtyp. Ka bërë një cirk edhe një parodi të gjithë procesit të shtetësisë. Me të njëjtin parim, a mund të kërkoj tani grupi parlamentar i VMRO-DPMN-s që të mos ketë viza të arta ose dokumente qëndrimi, siç i ka personi i parë i LSD-s në Dubai, sepse të njëjtat dokumente krijojnë dyshime se ato mund të përdoren nëse personi dëshiron të zgjedhë. Deputetët e VMRO-DPMN-s një ditë më parë paragjitën ndryshime në ligjin për deputet me të cilin deputetët duhet të kenë një gjithësisht shtetësinë maqedonase. Ndryshimet e ligjit i mbështeti edhe LSDM, por paralajmërojnë amendamente që ato të vlejnë edhe për përbërjen e tanishme të kuvendit. Ndërsa sot paraqiten amendamente në ligjin për qeveri me të cilat propozohet që të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe emëruar të kenë vetëm shtetësi maqedonase. 700.000 euro mjetet që UEFA ja kishte ndarë FFM-s për punime ndërtimore në stadiumin e Ohrit janë bërë shkak për arrestimin e ish-presidentit të Federatës të Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Muhamet Sejdini. Muhamet Sejdini ka qenë në krye të FFM-s për 2 mandate nga viti 2019 deri në vitin 2025. Në muajin shkurt të këtij viti, ai u pezullua për 2 vite nga FFM. Ish-presidenti i Federatës të Futbollit të Maqedonisë Muhamet Sejdini është arrestuar në ndyshimet për përvetësim dhe keqpërdërim të detyrës së zyrtare. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Prokuroria. Sipas MPB-s, ish-kreu i FFM-s Muhamet Sejdini është ndaluar nga zyrtar policor të njësisë për luftimin e krimit të organizuar dhe të rënd, si dhe të policisë kriminalistike. Sipas informacioneve të para, Sejdini dyshohet se ka përvetësuar rreth 700.000 euro, mjetet që Bashkimi Evropian i Futbollit UEFA ja kishte ndarë FFM-s për punime ndërtimore në stadiumin e Ohrit. Ndërkaq, nga prokuroria bëjnë të ditur se hetimet janë në vijim. Në kuadër të një lëndë të formuar në Prokurorin Publike të Shkupit, zyrtar policor nga Departamenti për Zbulimin e Krimit të Organizuar dhe Serioz dhe Departamenti i Policisë Kriminale privua një person nga liria për shkak të veprimeve që tregojnë dyshime për kryerjen e veprave penale, përvetësim dhe keqpërdorim. Veprimet ende po ndërmerren me urdhër të prokurorit publik dhe më shumë detaje rreth rrjedhës së mëtejshme të procedurës do të ndahen pas përfundimit të veprimeve në vazhdim. Muhamet Sejdini ka qenë në krye të FFM-s për 2 mandate nga viti 2019 deri në vitin 2025. Në muajin shkurt të këtij viti, ai u pezullua për 2 vite nga FFM. Komisioni disiplinor i FFM-s ka konstatuar se Sejdini, duke keqpërdorur pozitën e tij, ka nënshkruar një kontratë me një kusht të futur për pagesë paraprake prej 20%, edhe pse një kusht i tillë nuk ishte pjesë e ofertës së pranuar për ndërtimin e tribunës së stadiumit e Biljanini Izvori në Ohër. Ish-zëvendës kryeministri Artan Grubi është vazhduar masa arrestit shtëpiak me mbikëqyrje policore 24 orë. Prokuroria kishte kërkuar vazhdimin e kësaj mase sigurie ndërsa gjykata penale pranoi kërkesën. Grubi u kthye në vend më 23 shkurt të këtij viti pas 14 muajsh në Arati. Për arsye sigurie ndaj tij ishte caktuar arrest shtëpiak dhe jo paraburgim efektiv. Ish-zëvendës kryeministri akuzohet për veprën penale keqpërdorimit detyrës zyrtare. Sipas hetimeve, ai së bashku me ish-drejtorin e Llotarisë Shtetërore Përparim Bajrami kanë porositur aparate VLT dhe kanë përvetësuar rreth 8.2 milion euro fonde shtetërore. Grupi u largua nga Maqedonia në vitin 2024 pas çka ndaj tij u lëshua urdhër ndërkombëtar kërkimi. 11 kompani janë paraqitur në tenderin e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve për ndërtimin e 10 kilometrave të mbetura të autostradës Shkup-Blac, njoftoi kështu Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski. I pyetur nga gazetarët se kur pritet të nisin punimet në këtë aks të premtuar ndër vite dhe shumë të rëndësishme për qytetarët, Nikolovski tha se për momentin po zhvillohet faza e evoluimit të cilën e bën Banka Evropiane për zhvillim. Megjithatë, tha se nga atje ka lajme shumë të mira.
Kemi evaluim. Kishim 11 kompani me renome dhe të mëdha. Evaluimin e bën Banka Evropiane për Zhvillim. Prej tyre varet i gjithë procesi. Megjithatë, kam paralajmërime shumë pozitive dhe pritet shumë shpejt të dalin me vendim final. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski deklaroi se ndërtimi i korridorit 8 deri në Qaftan nuk vihet në pikpyetje dhe lidhja me Shqipërinë është e garantuar. Sipas tij, sfida kryesore mbetet përcaktimi i trasesë. Zëvendës ambasadori i BE-s Ben Napnaj theksoi rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së nënshkruar në Tiranë dhe nënvizoi përfitimet e korridorit për sigurinë, lëvizjen dhe ekonominë. Lidhja me Shqipërinë në asnjë moment nuk vihet në pikpyetje dhe korridori 8 do të ndërtohet deri në Qaftan, siguron Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski, duke folur për problematikat e projektimit dhe kalimin e të njëjtit mbi zonë të mbrojtur nga UNESCO. Nikolovski tha se delegacioni UNESCO-s në Shkup pritet të vijë në fund të majit ose në mes të qershorit për të vëzhguar nga afër çështjen e ndërtimit të këtij korridori. E dini edhe sfidën të cilën e kemi me UNESCO-n. Dua t'ju njoftoj dhe të jemi qartë. As pak nuk është vënë në pikpyetje nëse nga Struga deri në pikën kufitare Qaftan do të kemi autostradë. Pyetja është vetëm se në cilën trase do të lëvizim. Dhe kjo është një çështje të cilën do ta diskutojmë edhe sot me përfaqësues të BE-s, por edhe me përfaqësues të UNESCO-s, të cilët do të vinë në Shkup. Ndërkaq, zëvendës ambasadori i Bashkimit Evropian, Ben Napnaj, kërkoi nga shtetet që janë pjesë e këtij projekti të respektojnë marrëveshjen e nënshkruar në Tiranë në shkurt të këtij viti. Zëvendës ambasadori i BE-s disa herë përsëriti se ndërtimi i këtij korridori do të sjellë siguri më të madhe për rajonin, po edhe shumë benefite për qytetarët dhe bizneset. Dua ta kujtoj deklaratën e nënshkruar këtë vit në Tiranë, në të cilën shtetet që janë pjesë e këtij korridori e ripërsëritën gatishmërinë e tyre për implementimin e këtij projekti. Përveç aspektit të sigurisë, ky korridor do të mundësojë lëvizje më të madhe të qytetarëve, do ta lehtësojë tregtinë dhe do të krijojë mundësi të reja për bizneset. Në konferencë u fol edhe për ndërtimin e hekurudhave përgjatë korridorit 8. Në këtë rast, Ministri Nikolovski kërkoi që Shqipëria të angazhohet në ndërtimin e së njëjtës, sepse sado që Shkupi punon në këtë pjesë, pa lidhje me Tiranën dhe Durrësin, ky projekt nuk do të ishte i plot dhe mjetet do të harxhoheshin kot. Njoftoi se pjesa e hekurudhës nga Kërçova deri në Qaftan kap shifrën e 2 miliardë eurove. Shkolla e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski në Shkup organizoi ditën e hapur ku nxënësit prezantuan punimet e tyre dhe informuan semi-maturantët për drejtimet që ofron shkolla. Interesimi për regjistrim po rritet çdo vit, veçanërisht për arkitekturë dhe dizajn. Profesorët theksuan se përveç mësimit teorik, shkolla ofron edhe praktik, përfshir praktikën duale në kompani, duke i përgatitur nxënësit për tregun e punës. Shkolla e mesme profesionale e qytetit të Shkupit e Zdravko Cvetkovski sot ka organizuar ditën e hapur, ku nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur punime nga më të ndryshmet, duke bërë një farë mënyre edhe prezantimin e shkollës për semi-maturantët, të cilët u njoftuan nga afër me atë se çfarë ofron shkolla. Profesoresha Erblina Muhaxheri, njëherësh edhe arkitekte, për televizionin Shenja tha se interesimi i nxënësve për të regjistruar në këtë shkollë rritet nga viti në vit. Mesazhi i saj është që nxënësit e klasave të nënta mos të hezitojnë, por të përcaktohen për njërin nga 4 drejtimet që ofron shkolla. Është mjaftueshëm, është i mirë. Mundemi të themi çdo vit kemi më tepër të interesuar nxënës të interesuar, si për arkitekturë, si për dizajn, si për ndërtimtari edhe gjeodezi njëjtë ashtu. Mundemi me thonë më tepër janë në arkitekturë edhe në dizajn. Tu e po që unë vetë mu më ka ndihmu, se edhe unë e kam mësu këto, në të vërtet ndihmon tepër shumë. Do me thonë hapat e parë vetë se i marim prej këto, prej shkollës mesme. Përveç teorisë, në këtë shkollë zhvillohet edhe mësimi praktik, sidomos për nxënësit e drejtimit të ndërtimtarisë. Kështu njoftoi profesoresha e ndërtimtarisë Sevime Memishi. Sipas saj, shkolla ofron kushte jashtëzakonisht të mira që nxënësit të vazhdojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale dhe të përgatiten sa më mirë për tregun e punës. Po kemi edhe pjesën teorike, kemi edhe pjesën praktike, gjithashtu kemi edhe punime të ndryshme, vizatime të ndryshme,
kemi edhe praktikën që është mjaft e rëndësishme. Për pjesën kemi praktikën duale, tash gati 3 vite është e bë. Praktika e cila i dërgojmë nxënësit në për firma dhe pastaj firmat i detyrojnë që të punojnë, të bëjnë praktikën, të bëjnë punime të ndryshme, laboratori. Se mësimi është tejet atraktiv dhe ndihmon shumë në formimin profesional, e dëshmon edhe nxënësja vitit të tretë, Hanka Baki. Ajo madje tha se të njëjtin drejtim do ta vazhdoj edhe në fakultet. Unë personalisht nxënëse vitit të tretë kam kaluar gati 3 vite, vitin që vjen jam maturante edhe unë dhe jam shumë e kënaqur me profesorët dhe me kushtet që i ofron shkolla. Po edhe fakultetin gjithashtu mendoj ta vazhdoj të njëjtin drejtim. Ndërkaq, shkolla e mesme Zdravko Cvetkovski në Shkup ofron 4 drejtime kryesore, sikurse teknik i arkitekturës, teknik e dizajnues për arkitekturë të brendshme, teknik i ndërtimtarisë dhe teknik i gjeodezisë. Dita e hapur do të vazhdoj edhe nesër, ndërsa nga drejtoria e shkollës bëjnë thirrje për të gjithë semi-maturantët që të marrin pjesë për të njohur nga afër me kushtet edhe mundësitë që ofron kjo shkollë. Është hapur zyrtarisht panajiri i librit në Shkup. Në ceremoninë e hapjes kanë marrë pjesë edhe presidentja Gordana Siljanovska-Davkova dhe ministri i kulturës Zoran Ljutkov, të cilët deklaruan se libri nuk na mëson vetëm të lexojmë rreshta të thjeshtë. Ajo na mëson që të lexojmë dhe ta kuptojmë kohën. Me këngë të kënduara nga ana e fëmijëve është hapur edhe zyrtarisht panajiri i librit në Shkup. Pas këngëve fëmijët patën disa dhurata për presidenten Gordana Siljanovska dhe ministrin e kulturës Ljutkov. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova tha se libri nuk na mëson vetëm të lexojmë, por të kuptojmë veten dhe tjetrin. Për presidenten, libri të mëson fuqinë e qetësisë dhe forcon karakterin. Presidentja deklaroi se libri është zyrtar në të cilin ruhet vizioni, dituria dhe shpresa e jo ari dhe argjendi. Libri për mua është zyrtar në të cilin nuk ruhen ari dhe argjendi, por ruhen ide, vizione, njohuri dhe shpresa. Libri nuk na mëson vetëm të lexojmë rreshta të thjeshtë. Ajo na mëson që ta lexojmë dhe ta kuptojmë kohën. Ajo nuk na jep vetëm dituri, ajo na dhuron edhe mençuri. Nuk na e mbush vetëm mendjen, por na e zhvillon edhe forcën dhe karakterin. Ndërkaq ministri i kulturës dhe turizmit Zoran Ljutkov thotë se libri është revolucioni më i heshtur të cilin e njeh njerëzimi. Në këtë panajir ministri tha se ka ardhur së bashku me vajzën dhe kishte një porosi për të gjithë të rinj që do të vizitojnë panajirin. Kush lexon, jeton 1000 jetë para se të vdes. Ai që nuk lexon, mbetet i mbyllur në vetëm një jetë. Pyetja është se sa jetë jemi të gatshëm t'i hapim. Në 7 ditët e ardhshme, më shumë se 60 shtëpi botuese do të ofrojnë mbi 130 tituj të rinj. Këto nuk janë vetëm numra, janë 130 mundësi për të menduar më ndryshe, të ndjejmë më thellë dhe të mendojmë me spektër më të gjerë. Panajiri do të jetë i hapur deri më 29 prill dhe në të do të marrin pjesë rreth 65 shtëpi botuese, prej të cileve afro 35 janë nga Serbia, e në këtë panajir marrin pjesë në nombrell të Ministrisë së Kulturës së Serbisë. Shtëpia botuese Logos A do të prezantojnë panajër një gamë të gjerë potimesh nga fusha shkencore, letrare, filozofike dhe edukative, duke sjellë tituj të rinj për lexuesit. Shtëpia botuese Logos A do të jetë pjesëmarrëse në edicionin e 38 të panajirit të librit, i cili do të zhvillohet në Shkup nga data 23 deri më 29 prill në sallën Boris Trajkovski. Ky panajir përfason një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në vend, duke mbledhur çdo vit botues, autor dhe lexues të shumtë dhe duke krijuar një hapësirë të veçantë për prezantimin e librit edhe kulturës së leximit. Logos A do të marrë pjesë me një gamë të gjerë titujsh nga fusha të ndryshme, duke synuar që në çdo edicion të sjellë risi dhe botime të reja drejt për drejt para lexuesve. Në kuadër të përgatitjeve për panajirin, shtëpia botuese ka përfshirë vepra që përfaqësojnë si dimensionin shkencor, ashtu edhe atë letrar, filozofik, religios dhe edukativ, duke synuar të plotësojë kërkesat e një publiku të larmishëm. Në këtë panajir, ndër titujt që do të prezantohen veçohen ngritja dhe rrënja e kombeve nga Mankur Olson, veprat filozofike në kërkim të thelbit dhe vizitën në kasollën e Heideggerit nga mendimtari Ibrahim Kallen, ndryshimet klimatike dhe teoria politike nga Katriona
Pak Kinon, libri mjaft tërheqës, Digitalia, A mund të ketë libër, e tjerë. Gjithashtu, në këtë panajër do të jenë të pranishëm edhe veprat e tjera me rëndësi të veçantë letrare, siç janë romani Udhëtimi për në Tajan nga filozofi Ferit Muhiç, Ndryshku i kohës nga shkrimtari Kim Mehmeti, si dhe vepra 19 vëllimësh 40 net nga fusha e studimeve islame me autor Metin Izeti. Pa haruar që në sajt e panairit të Sivjeqëm nuk do të mungoj as kompleti 8 vëllimësh i sallnameve të vilajetit të Kosovës që mbulon periudhën e fundshekullit të 19 në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Në këtë mënyrë, synojmë ta pasurojmë edhe më tej ofertën botuese të Logos A, megjithse interesi për librin nuk është gjithmonë në nivelin e dëshiruar për shkak të sfidave të kohës moderne dhe dominimin e medias vizuale. Panairet të tilla mbeten thelbësore për promovimin e kulturës së leximit dhe afrimin e lexuesit me librin fizik. Koalicioni Vlen premton se ansambli muzikor i Tetovës nuk do të mbyllet dhe se ata po punojnë në komplementimin e dokumentacionit dhe punësimin e 20 artistëve. Debati për mbylljen ose fuzionimin e ansamblit të Tetovës në Pallatin e Kulturës nisi pas publikimit të draft strategjisë për kulturën 2026-2030. Vlen informoi se ansambli muzikor i Tetovës nuk rrezigon të mbyllet, por siç thon ata, po forcohet. Vlen sqaron se po punohet në kompletimin e dokumentacionit për funksionalizimin e plot të këtij institucioni, përfshirë edhe punësimin e rreth 20 artistëve në fazën e parë. Ky është një hap i rëndësishëm drejt qetësimit të plot të këtij institucioni dhe një dëshmi e qartë e përkushtimit për zhvillimin e kulturës shqiptare. Debati për mbylljen ose fuzionimin e ansamblit të Tetovës në Pallatin e Kulturës nisi pas publikimit të draft strategjisë për kulturën 2026-2030 së bashku me planin e veprimit. Në dokumentin strategjik përfshihen analiza të gjendjes në fushën e kulturës për periudhën 2019-2024. Ansambli i Tetovës përmendet në seksionin 2.1.6, veprimtaria muzikore dhe muzikore skenike. Në dokument thuhet se në vitin 2023 u themelua ansambli muzikor Tetov, i cili ka kapacitetet të kufizuara hapësinore për veprim me 2 të punësuar. Drejtori i ansamblit Blerim Çamili për televizionin Shenja para një jave deklaroi se bllokadat ndaj këtij institucioni kanë filluar tashmë disa vite, duke i pamundësuar punësimin e kuadrit të nevojshëm. Për më tepër, Çamili deklaroi se për vite me radhë ministria nuk i është përgjigjur ansamblit kur ata janë interesuar për punësimet që u takojnë. Çamili njoftoi se aktualisht ata janë duke funksionuar si organizat dhe janë duke aplikuar në për projekte të ndryshme që të mbijetojnë. Vlen në ndërkohë thekson se mbeten të vendosur që të garantojnë jo vetëm mbrojtjen, por edhe zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve kulturore shqiptare, përmes mbështetjes konkrete për artistët, krijuesit dhe trashëgiminë tonë kulturore. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare akademiku i mirënjohur nga Kosova Recep Qosja. Ai është varrosur sot në prani të një rrethi të ngushtë familjarësh duke respektuar amanetin e tij. Në një njoftim zyrtar, familja ka bërë me dije se nuk do të organizohet ceremoni pritje nga familja dhe se po ashtu nuk do të marrë pjesë në organizime. Recep Qosja është autori mbi 30 librave me studime për letërsinë dhe kritik letrare, prozë artistike, tregime, romane dhe drama, publicist e shkrime polemike. Ka botuar shumë recensione, vështrime, artikuj, sprova, trajtesa e studime në revista shkencore letrare, duke trajtuar në to çështje të veçanta të letërsisë shqipe dhe të krijimtarisë letrare në përgjithësi. Disa punime dhe vepra të tij janë përkthyer në gjuhë të tjera. Ai ishte doktor i parë i shkencave filologjike në Kosovë, autori antologjive dhe monografive të ndryshme shkencore, duke përfshirë një histori trevëllimëshe të letërsisë shqipe në periudhën romantike. Ministria e Mbrojtjes së Izraelit tha se lëshoi porosi shumë vjeçare për municione ajrore me vlerë më shumë se
$200 milion nga Elbit System si pjesë e përgatitjeve për atë që përshkroi si një dekadë intenzive sigurie. Marrëveshja synon të forcojë gatishmërinë për skenar luftimesh afatshkurt dhe të përgatitet për një dekadë intenzive sigurie, ka thënë ministria, duke shtuar se prodhimi do të zhvillohej në objektet e Elbit System në të gjithë Izraelin. Izraeli është përfshirë në luftëra shumë frontale në Gaza, Liban, Iran dhe Siri që nga tetori viti 2023. Tel Avivi aktualisht po respekton një armpushim 10 ditor me Libanin të shpallur nga presidenti SBA Donald Trump javën e kaluar. Trump të martën zgjati armpushimin në luftën SBA-Izrael me Iranin mes përpjekjeve për të mbajtur raund të dytë negociatash midis Washingtonit dhe Teheranit për të zgjidhur konfliktin e tyre. Bashkimi Evropian ka dhënë miratimin përfundimtar për kredim prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën pasi Hungaria hoqi vetën e saj duke i dhënë fund një përplasje të gjatë politike brenda bllokut. Vendimi u finalizua pas procedurave të brendshme që nisën nga ambasadorët të mërkurën dhe përfunduan të ejten pa kundërshtime të tjera. Rregullorja e fundit që kërkonte unanimitet për ndryshimin e buxhetit të BE-s u miratua duke hapur rrugën për disbursimin e fondeve. Zhvillimi erdhi 2 ditë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se Druzhba Pipelin, i cili furnizoi me naftë ruse Hungarinë dhe Slovakinë, ishte riparuar dhe gati për rifillimin e operacioneve. Ndërprerja e furnizimit përmes këtij tubacionit kishte qenë në thelb të vendimit të kryeministrit hungarez Viktor Orban për të bllokuar kredinë në shkurt. Ky veprim shkaktoi reagime të forta nga liderët e tjerë evropianë, të cilët e cilësuan si një përpjekje të papranueshme për presion politik ndaj bllokut. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.